أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Falemderojmë Allahun dhe xhelal, salatet, selamet ja dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mirë se takohemi në dersin ton të radhës mbi fikun Hanefi në bazë të sunetit ose haditheve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe ne jemi me dersin e 4 me radhë. Falemderojmë Allahun dhe xhelal që na bëni të mundur të vazhdojmë ne të jemi këtu aktive dhe të vazhdojmë inshallah taala derisa të përfundojmë këto mësimet tona. Pra i 4 është veç fillimi e inshallah taala na mundson Zoti të mbrim te 400 e më shumë, edhe të jemi prej atyre që i qëndrojmë besnik fjalëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Një pjesë asaj që mësojmë këtu është edhe përsëritja shpesh të salavateve me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Ajo që dua ta kujtoj mesin tuaj është që neve vazhdojmë me librin e hoxhës ton Ilamul Anam fi sharhi Bulughul Maram, njëri prej librave bazë në shumë prej universiteteve të ndryshme, akademive të ndryshme islame, si në lindje po edhe në perëndim, është libri Bulughul Maram i Ibn Hajar al-Asqalanit, e i komentuar, i sqaruar, i orientuar nga hoxha jon i nderuar doktor profesor Nuruddin Eitër, cilin edhe vetë kam pas profesor. Ne jemi tash në atë që hoxha e ka quajtur ose e ka venduar një titull Surul Kelb. Pra ajo që ngelen prej ujtit, ne folëm javën që shkoi prej ujit që dikush për njerëzve përdorën, që ka qenë gjunup e kështu me radhë, a lejohet të pastrohemi me atë ujin, çfarë hukmi ka, çfarë dispozite ka ai ujë, nëse pastrohemi me të, nëse marrim abdes me të, largimin e papastërtive, kuptuam se lejohet për largim papastërtisë, por me marr abdes apo për me marr gusull jo. E tash hoxha thot ajo që ka ngel në një enë të cilën ka pi ujë qeni. Ai ujë që ka ngel nëse ka pi qeni, thot an Ebi Hurajra radiallahu ta'ala anhu, transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë: Tuhuru inai ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin awwaluhunna bit-turab. Akhrajahu Muslim. Është hadithi Resulullah sallallahu alaihi wasallam që e gjejmë ne tek libri i Muslimit, pa Imam Muslimi në librin e vet, në hadithet e veta, në sahihin e vet. E përmendëm pak edhe javën që shkoi Imam Muslimi, që ka qenë një prej nxënësve të Buhariut radiallahu ta'ala anhum jami'an, edhe pse ka qenë në mosh më i madh se sa Buhariu, mirë po ka mësuar mësimet tek hoxha i vet tek Buhariu. Kështu kanë qenë hoxhollarët e të kaluarës. Ne të paktën të ngjajmë atyre dhe të mësojmë edhe të jemi për atyre që vazhdimisht qëndrojmë përpara librave. Të qëndruarit përpara librit është ibadet në vete. Këtë e ka quajtur Zoti xhaleshanu në Kur'an, po edhe Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thot hadithi? Për hadithi që e transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: pastrimi i enës dhe njërit për juve, idha walaga fihi al-kalbu, nëse ati për asaj ene pin ujë një qen, e një gësila 7 marratin, ta laja atë 7 herë. Awwaluhunna bit-turab, njëra prej atyre larjeve të jetë me dhe. Kështu është hadithi që e ka nxjerr Imam Muslimi radiallahu ta'ala anhu, edhe kur thona Imam Muslimi e ka nxjerr, automatikisht hadithi është sahih. Kur thona e ka nxjerr Imam Buhariu, automatikisht hadithi është sahih. Pra në këta 2 libra janë hadithe vetëm autentike, hadithe sahiha, të cilët i kanë transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra e përmendëm Imam Ebu Hurajrën ose njërin prej sahabëve që ka përcjell shumë hadithe të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, më shumë se 5000 hadithe. Edhe në këtë libër të gjejmë shumë hadithe të Ebu Hurajrës radiallahu ta'ala anhu, njëri prej atyre është ky. Pra edhe një herë, çfarë kuptimi ka hadithi? Pra nëse dikush ka një qen të shtëpia, edhe qeni pimpin i enës, edhe ena bëhet e papastër, e jo më ujë për me marr abdes ose gusull prej atij. Ena duhet pastrohet 7 herë, njëra prej atyre herave thot pejgamberi alayhi salatu wassalam të jetë me dhe. Tash ky është hadithi.
e përkthim bukfalisht si e përkthim pak më herët, tash e thjeshtësova pak më shumë për me kuptu. Nëse shikojmë hadithin, pra ena e madhe apo e vogël? E madhe apo e vogël nuk e përcakton pejgamberi alayhis salatu wassalam. Edhe thuan se pejgamberi alayhis salatu wassalam kur tha që pastrohet ajo ena që mos kushtohet te njerëzit. Se me hudh krejt enën, se ti kushtot ja unë e bëm shibe edhe e hudh krejt. Jo me hudh ato, po me pastro. Ne do të shkojmë më një herë te këtij hadithi çfarë nxjerrim për dispozitave. Pra, ta shohim çfarë duhet të bëjmë me atë ujin, edhe çfarë duhet të bëjmë me atë enën që ka pi ujë për asaj ene qeni. E çështja e parë tha tuhuru ina'i ahadikum. Pastrohen ato enë, nuk ngelin pa pastra për herë, po papastërtia atyre largohet. Po mirë, përse tash qeni, ligat e qenit janë të papastra te në Islam? A e bëjnë sendin të papastër në moment kur ka ligat e qenit që ma thjesht me kuptu gjithë secili. Pra kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është ati ku ka pi qeni, pra ne dim se qeni pin, pra forma se si pin qeni, që nxjerr gjuhën e vete dhe me ato e merr ujin brenda dhe për atë arsye është gati e pamuçme që të shpëtojë ena edhe vendi ose uji cili pe ku ka pi qeni të shpëtojë pa ligat e qenit. Për çfarë arsye kanë thënë ki ujti, tash do ta shohim se çfarë dispozitash ka. Deri këtu jemi në rregull, e kemi të qartë se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë kështu. Vin mezhebi maliki thot stop. Qalu idha walaga fihi al-kalb tahirun lianna Allah ta'ala abaha lana as-sayd al-kilabi wa lam ya'mur bi ghaslihi. Malikit thonë ne me këtë hadith nuk punojmë. Kur e përmenda para disa javëve që pse na duhen neve me dhëvet. Shife. Po i thuna malikive, pse ju thuni që me këtë hadith nuk punohet? Thot se Zoti Gjelleshanu na lejoj gjuetin neve nëpërmjet qenve. Pra nëse Zoti Gjelleshanu në Kur'anin famëlar, pra kemi Kur'an, që Zoti Gjelleshanu na lejoj atë që e kapën pe gjahut nëpërmjet qenit të gjuetis, pra ati zagari që i thuna ne në gjuhën tonë popullore. E tash Zoti nuk ka fol në Kur'an për me pastru ato, thot ne s'punojmë me këtë hadith. Edhe kush thot kështu? Imam Maliku rahmetullahi alayhi, që ka qenë imam i hadithit në Medinën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Tha, ndërsa thot vetëm gjë që përmendet në këtë hadith është që nuk lejohet marrish abdes me këtë ujin. Ama jo se është i papastër ajo ena ma. Nuk ka të bëje thot me këtë papastërti. Nuk ka të bëje me papastërtinë e namazit, po ka të bëje me papastërtinë e asaj që është mjekësore. Që sot mjekësia, shife. Imam Maliku, ne kur tham ka jetu Imam Maliku rahmetullahi alayhi, me njëherë në prankohën kur ka jetu edhe Ebu Hanifja rahmetullahi alayhi. Ebu Hanifja ka lind vitin 83 hijri, transmetohet që Imam Maliku në 93-shin, në 92-shin hijri ka qenë Imam Maliku, edhe janë taku njëri me tjetri. Pra pe atëherë thot në aspekt shkencor, në aspekt të mjekësisë, do të kisha thënë mos e përdorim atë enë të cilën e ka përdor ose ka pi për ati qeni. Çështja ditë thot inal ina alladhi walaga fihi al-kalbu yughsalu 7 marrati. Shumica ulemave than enën në cilën ka pi qeni ujë do ta lajm 7 herë. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الغسل 7 مرات واجب. Than të gjithë, edhe shafit, edhe malikit, edhe hambelit, than vajib është ta lajm 7 herë. Hanefit than jo. Shive thash, e mirë hoxha, bëm të spjegojmë pse Hanefit than jo 7, hadithi jo 7. A e kemi me 7 hadithin, bile njëra prej atyre është me laj me dhe. Thot, dhahabu al-Hanafiyatu ila annahu yajibu al-ghasl al-ina'i 3 marratin faqat. Wa yustahabbu al-itmamu ila 7 amalan bil hadith. Than vajib është 3 herë. Se çdo gjë neve në Islam e kemi 3 herë. Ta plotësosh deri në 7-ën është mustahab, është e pëlqishme. Është diçka që e don Zoti Gjelleshanu. Kur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, pra në bazë të mezhebit ton Hanefi, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë hadith tha 7 marratin, 7 herë talani atë, deshit na thotë neve atë kulmin, atë më të naltën, atë idealen, pastërtin maksimale. Mirë po pastërtia atë sa ene arrihet edhe me 3 herë
nëse e lan. Do të diskutojmë inshallah taala pak më vonë, a mund zaventësohet dheu me diçka tjetër, edhe për këtë kanë fol ulemaja që në të kaluar. Edhe ku me çfarë janë argumentu tjetër Hanefit kanë thënë ligat e qenit nuk janë më të papastërta se sa nevoja e madhe e njerit. Zoti Xheleshanu nuk e bën i obligim të lahet 7 herë kur është papastërtia e madhe, e tash ne do ta bëjmë 7 herë me ato që janë liga të qenit, jo. 3 janë mjaftueshëm, 7 është ajo idealja ose kulmi i pastërtisë të cilën e ka kërkuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe thanë që pra Hanefit thanë që hadithi ka të bëje me istihbabin, me ato që është e pëlqishme që njeriu ta hekë edhe shiben më të madhe ose më të vogël që i ka ngel për asaj që është pa pastërti ose ligat e qenit. Tertibul inai alladhi walaga tatribul inai alladhi walaga fihi al-kalbu bit-turabi. E tash vim ka ajo, a duhet patjetër me dhe apo çfarë? Lian al-hadith amara bihi, sepse hadithi urdhnon të, wa huwa madhhabu Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal. E këtë çështje madhhabi Shafive edhe Imam Ahmedit kanë thënë patjetër me dhe. Malikit edhe Hanefit kanë thënë jo. Çdo gjë që mund ta zaventësojë ato sa i përket papastërtisë ose largimit të asaj papastërtie. Sa i përket mjeteve të pastërtisë sot, që janë mjetet ndryshme që ne sot i përdorim, kiselina, gjëra të ndryshme që kanë efektin edhe më të madh se sa vetë dheut, sa i përket çështjes së pastërtisë. Mirë, po përse duhet ta përmendim ne tokën atëherë? Duhet ta përmendim se neve nuk e dim në çfarë situate njeriu bjen. Edhe duke ta di edhe çdo njeri prej besimtarëve deri ditën e Kiametit që ne edhe me tokë pastrojmë. Nëse njeriu nuk ka me çfarë të pastrojë, edhe toka është ajo që e pastron papastërtinë, të cilën në këtë rast e përmendën ligat e qenit, në raste tjera edhe papastërtitë tjera. Ndërsa Hanefit edhe Malikit thanë jo, nuk obligohet të pastrohet me dhe, mund të përdori çdo lloj reinigungsmittel, se nuk më kujtohet tash për momentin shqip, çdo reinigungsmittel për me pastru atë që atë enë cilën kanë ra ligat e qenit, ose teshat cilët kanë ra, se në këtu është një mesele tjetër, se ne sot ena zbije dikundi për me përdor qeni, mirë po mund të na bjerët punat e teshat, që rrugës nuk ban, në shtrasën ban, e të ngjashme me ato, në i qenë ati mund të na, ajo pjesë ku ka ra duhet pastrohet dhe është vajxhib pastrohet 3 herë, me ujë edhe të thahet, ose në të çështjen tjetër që është edhe më e vështira 7 herë derisa të pastrohet ajo. Jumhuru ala najasi suri al-khinzir. E tash ki hadithi, shife, çfarë kanë bë ulemaja. Te ki hadithi kanë thënë përveç asaj, edhe ajo që ka ngel prej ujit të derave është e papastër. Po ku e morët se përmendi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Po thonë nëse qeni është i papastër, deri është hala më shumë i papastër. Edhe ai është në esencë i papastër. Po pejgamberi alayhis salatu wasallam i ka fol për derin, për qenin, neve automatikisht e nxjerrim edhe dispozitën e derit. Najasatu kalbi bal ashad wa qala al-malikiyya fihi kama qalu fi sur al-kalb. Ndërsa malikit kanë thënë sikur wa lahiqa al-hanafiyyah biha fi najasi as-su'ri saba' al-bahaimi. Ndërsa Hanefit e kanë lidh me këtë dispozit krejt kafshët që janë mish ngranse, ujku, qeni, luani, krejt llojet dhelpra. Nëse diçka prej këtyre kafshëve kanë prek tek uji që ti do të pastrohesh me ta, ose tek ena cilën ti do ta përdorish për diçka, duhet ta pastrohesh ato minimumi 3 herë e maksimumi 7 herë, si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Që po vim. Dhe me thënë, diskutimi tjetër. Nëse kjo ke qeni nuk ka dhe një pjeqje, se ne unë e kuptoj ne tash se përdorim qenin, ose se mbajnë muslimanët qenin, si zakonisht janë në për shtëpia të vogla, janë për banesa, ndërsa kjo mesele ka të bëjë shumë kur njerëzit e përdorin qenin për shembull për gjueti, ose për me i rujt baktit, ose edhe tash e ka bën një enë për ujë abdesi çati, edhe vjen ai qeni që e kje për baktit, edhe ai pin ujë pe ati, automatikisht çaj ujti është tahirun, në mezhebin tonë Hanefi, mund të pastrojsh me atë nëse nuk kemi diçka tjetër të pastrojsh.
pastorosh, papastërtinë e madhe mund ta heqësh, ndërsa abdesin nuk mund ta marrësh me ta. Se është i papastër, shkak i hadithit pejgamber alayhis salatu wasalam. A jemi të qartë këtu? Perfekt. E të shtash, ajo që ka ngel prej ujtit macës, pra surul hirrati, ajo që ka ngel nëse maca ka pijati. Ka thënë, e kanë pyet pejgamberi alayhis salatu wasalam, An-Nabi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila fil hirrati. E kanë pyet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në atë hadithin që transmetohet për Abi Qatades për çështjen e macës. Pra, në këtë meselë ama për macën ç'është. Innaha laysat binajas. Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, ajo nuk është e papastër. Pra çfarë tha? Edhe për macën, edhe çdo gjë që mund ta prekë maca. Mund do të vim do ta diskutojmë inshallah taala. Çdo gjë që e prekën innaha laysa binajas. Ajo s'është e papastër. Innaha hiya min at-tawafin alaykum aw at-tawafat. Ajo është prej atyre që sillen rreth jush. Si sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Në këtë formë Resulullah njëri prej ulemave kur ka diskutuar këtë hadith ka thënë, sikur e konsideroi pejgamberi alayhis salatu wassalamin macën si me qenë pjesë e familjes. Ajo sillet rreth jush, edhe ju silleni rreth saj, edhe ata, pra më shumë se një, sillen rreth jush. Pra është pjesë e asaj familje që aty brenda. Hadithin e ka nxjerr Imam Maliku rahmetullahi alayh, pra që e përmendëm pak më herët, e disa herë kemi përmendur edhe me sahibin atij. Edhe hadithin e ka bë sahih ose e ka bë autentik Imam Tirmidhiu. Hoxhollarët në të kaluarën kur për shembull Imam Tirmidhiu e ka bë hadithin sahih, nuk kanë marrë më të thuan prit pak ta shohim një herë këtë hadith. Pse Imam Tirmidhiu ai ka qenë hafidh fil hadithi, ka qenë hafiz i haditheve, edhe i ka njohur njerëzit me rend se kush është me emër, prej cilit vend është, në cilin vend ka jetuar, ka mbajt mend mjaftueshëm. Mirë, bën një meselë veç ta diskutojmë, do vazhdojmë inshallah taala. Hoxhollarët e disi kanë diskutuar çështjen e hadithit. Për shembull, nëse kanë pa një njeri që transmeton hadithe ose transmetohen pi atij hadithe, edhe ai ka hëngër bukë për udhë, s'kan marr hadith më pi atij. Kanë thënë nuk i gjan atij që transmeton hadithet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, të hajë edhe të hece. Allah. Shive çfarë shkencë, sa shumë e kanë shtrëngu. Plus asaj kanë thënë nëse ka filluar të haroje, pe atij momenti kur ka filluar të haroje, ti ngatroje fjalët, ti ngatroje transmetimet, nuk kanë marrë më hadithe. Edhe tash vin dikush sot në këtë kohën që jetojnë ne dhe thot nuk na duhet neve hadithi, mjafton Kurani. Nëse ti të mjafton Kurani, pe kujt e morë Kurani, përveç se këtyre njerëzve që e transmetojnë edhe hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Të njëjtët njerëz janë në zinxhirin e transmetimit të Kuranit famëlart, në shumicën pikërajeteve janë po të njëjtët njerëz që transmetojnë edhe hadithin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Po shkojmë edhe te kjo drejt tek çështjet e se dua të diskutoj 3 mesele sot inshallah taala, që të jemi edhe pak më shumë të ecim më përpara, po edhe të jemi për ata që na përcjellin nëpërmjet YouTube-s, edhe ata të përfitojnë pak më shumë inshallah taala. Menjëherë do të shkojmë ke dispozita çfarë nxjerrim pe këtij hadithi. Thot dalla al-hadithu ala nasr al-hirrati wa huwa baqiyatu al-ma'i ba'da shirbiha minha tahirun mutahhir. Hadithi, pra kur e lexosh në shikim të parë është që tregon ose dispozita ati ujë që ka pi macan të, është i pastërt edhe me të mund të pastruesh diçka tjetër. فذهب الجمهور إلى طهارة السهر الهرة بلا كراهة. Kret gjumhuri do me thonë shumica ulemave, flasim kur bën ma shumë se dimet dheben të, thuhet shumica. Shafit, Malikit, edhe një mendim të Hambelit, edhe një mendim të Malikit, kanë thënë që ujti i macës është i pastër pa kerahet, pa mu qenë neveritshëm, pa mu pas kerahet në të, pa mu pas nevëshmëri në të, pa mu pas i pastër, pastërtit plot. Mirë po mirë po Hanefit edhe një pjesë e Malikive kanë thënë jo. Ujti që e ka lënë maca është i pastër, amon ka një farë keraheti brenda, një farë pa dashurien të. Nëse kje një ujë tjetër ma mirë, tjetërin ta përdori se sa ata. Po mirë vojë, pse tash hadithi ishte kështu? Hadithi jo për as nevoje. Edhe Hanefit to, nëse në ras nevoje, përdore, se s'ke tjetër.
Ama nëse ti s'ke tjetër, mos jep përparësi atij ujit, po jepi një ujë tjetër që se ka prek maca. Edhe thot, nëse vrehet tek maca një papastërtitë e goja asaj, në momentin që ka pi ujë, automatikisht ai ujë bëhet për arsye se ndron ngjyrën, mund ta ndrojë edhe shijen, mund ta ndrojë edhe erën, edhe malikit ke kjo çështje thuan të njëjta. Edhe çfarë kanë nxjerr tjetër Hanefitët malikit për të njëjtit hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë thënë këtu te kjo çështje bëjmë pjesë edhe ujiti që ngelet pi pulave. Pra që i përdorim ne pulat, që mund pula me një enë që e ke lënë ti, shkom pim pakuj pula atij, edhe shtash njëtin hukëm e ka sikur hukmin, njëtin dispozit e ka sikur dispozita e ujtit macës që e ka lënë. Po edhe çështja e lopës çatihin, pse se këto që mishi u hahet e kanë të njëjtën dispozit. Ka kirahet mbrenda, pra ka pa pëlqishmëri, mirë po është i pastër me të njeriu mund pastrohet. Çështja e tretë të del el hadithu ala taharati suri ma yukalu lahmuhu. Pra këtë që e përmenda, hadithi dëshiron të tregon që ose ka dispozit që çdo gjë që e hamne, maca hahet, jo, po është me ne. Është qati pjesë e jona, ne macën se ham, nuk e kemi të lejume me hangër. Mirë po, ke ki hadithi o xhollarët kanë zbulu që atire që u hahet, mishi dhe i kemi në mbrenda shtëpisë, ujti atire është i pastërt, me pastërti të plot, përveç se nëse kemi një ujë tjetër, neve do të japëm përparësi ujtit tjetër. A kemi të qartë deri këtu? A ka dikush në pije që për këtë çështje? Pra maca është e pastër, kimia e saj është e pastër, ligat e saj janë të pastërta në islam. Për çfarë arsye ka leju Islami mbajtjen e macës në shtëpi? Edhe Ebu Hurajra nofkën është e baba i maceve, çaj që i transmeton të hadithet që i lexon pak më herët të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kalit, njëjtë është. Edhe e kalit është e njëjtë. Edhe pse ne kalin nuk e ham se kemi me kru tahrimin për arsye se e përdorin për çështje tjera. Do ta përmendën do të vijë kali, edhe ushqimi ose mishi kalit edhe kretat do të vinë. Besuani, ne këtu e kemi nis pejtë ujrat, se kështu e nisën jurisprudenca islame. Ne do vim deri te çështja edhe më e vogël që diskutohet në jurisprudencën islame. Edhe te mishrat do vim, edhe te veshja do vim, edhe tek përdorimi i sendeve do vim, edhe tek kontratat do vim, kretat. Nuk është vetëm ky libri, 4 si ki, pra janë 2600 faqe që ne do të diskutojmë inshallah taala. Ndoshta do të plakemi derisa të diskutojmë, mirë po me lejet Allah do t'i rrim karshi, për arsye që ta shohim sa i madh është ky Islam. Me këtë shkolla juridike vetëm se e pasuron, pra nuk mundish ta kuptosh vetëm hadithin ta marrësh hadithin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam kallap. Për atë kanë ardhur shkollat juridike, edhe shkollat juridike janë ata të cilat e zbërthejnë hadithin edhe fjalën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Tamam, e qartë kjo çështje. Mirë. Çështja e tretë që dua ta diskutoj me ju ose hadithi i tretë që duhet diskutohet edhe pse ka hadithe tjera brenda që përmendet në këtë mësim, thotë tathhirul ardi, tash ato i pam, po toka me çfarë pastrohet? Thotë an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nga Anasi i biri Malikut, pra Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qal jaa arabiyyun fabala fi ta'ifati al-masjidi. Erdh një arabi. Kur thuhet arabin hadith, nuk e ka fjalën vetëm arab. Po arabiyun, arabiyun do me thonë beduin, që s'ka jetu në qytetin e Medines, ose s'ka jetu në njënin për qytetet ku ka qenë Islami, po ka jetu në fshatrat për rreth, në periferi, beduin ka qenë. Nuk ka qenë njeri i cili ka jetu në mesin e qytetit. Tha jaa arabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi. Erdh një beduin edhe kreu urinën e vete me një qos xhamisë. Po ka hin xhami, pejgamberi alayhis salatu wassalam ati, tu mbajt ders Resulullah sallallahu alaihi wasallam me xhamatin e vet, ai hin ka dera, edhe shkon çaj me një qos, edhe krin nevojën e vete. Tha فجزاhu الناس. Ati janë ngritën zonin njerëzit. Pra i përtitën, ti çaje të bë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam fanahahum nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhabubi min al-ma'i faruhiqa alayhi. Fauhriqa alayhi. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam kur i pa që ngritën zonin ndaj atij, pra doshin të ndalojnë punën që ai e bën, u tha njerëzve qetësohuni.
Leja ta krije punën e vete. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i vazhdo ti, hiç krije punën tënde. Edhe këtij më tha, ju mos u merrni me atë, lejeni ta krijaj. Kur ta krijaj, kur ta përfundojë, do të merret Resulullah sallallahu alaihi wasallam me ta. Mbas që e krijuaj, pra nevojën e vete, ka një hadith tjetër që do ta shpjegojmë inshallah taala, është pak më i detajum kjo mesele. Mbas që e kriju krejt ata nevojën e vete, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhnoi sahabët që t'i hudhin një kof me ujë vendit ku ai urinoi. Se ju e dini që xhamia në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë tok. Ose më mirë thon zall. Se në arabi tok si ne që e kemi këtu pari, s'kemi. Ama aty e kemi zall më shumë. Tha, ai urinoi aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha hudhni ujë aty vendit. E tash. Kanë ardhur hoxhallarët edhe kanë diskutuar këtë hadith. Pra një kush e ka transmetuar hadithin? Pra është transmetuar pe Enes ibn Malikut edhe është i nxjerrë te di librat. Muttafaqun alayh. Mbajeni mend këtë shprehje, muttafaqun alayh, kur të ditë janë bë unik. Shqip është unik. Ittafaqu ala shay'in janë bë unik kush Imam Buhariu edhe Imam Muslimi. Të njëjtën rrugë të transmetimit edhe të njëjtat fraza i kanë brenda, të njëjtat fjalë i kanë brenda në hadith në cilën e transmetojnë të ditë. Pra, pejgamberi alayhis salatu wassalam transmetohet ki hadithe dhe tjerat prej njerëzve që transmetojnë hadithe, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, lejojeni ata me një transmetim tjetër. Lejeni ta përfundoje punën e vete. Fa innakum bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Juve Zoti u ka sjell, pra umetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi muslimanat, u ka sjell Zoti lehtësues, nuk ka sjell Zoti vështirësi, njerëz që e bëni vështirë tjetrit islamin. Pra vështirësues në jetë. Jo, lejeni ata. Le ta bëjë ai punën e vete për cilën ai mendon që është. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i afroi hadithi tjetër. E afroi Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, o filan, ky vend nuk është për ata që ke arti. Ki është vend i ibadeti, në cilën ne adhurojmë Zotin xhalla xhelalu xhalla shanu. Ja mësoi Islamin pejgamberi alayhis salatu wassalam. Është me një hadith tjetër që e transmeton Imam Tirmidhiu, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, atë shumë me afroi dhe azvoti zemrën shti arabi sa që ai e pranoi Islamin. E pranoi Islamin në atë mexhlis. Tha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tha dhe lut Allahu dhe xhelat ma fale mua dhe Muhamedit, to qerve jo. Se ato janë ngritën zonin e tremën ata. E thash, çfarë kanë nxjerr ulemaja? Thanë nejas bauli al-adami, urina është papastërti e madhe edhe pse është prej njerit. Është papastërti e madhe edhe pse është prej njerit. Mapa do ta shihni një meselë tjetër. I madhi me të voglin, a kanë dallim gjali me vajzën, a kanë dallim, do t'i shohim inshallah se te sicila kanë ndajt hoxhallarët. Pra inna al-arda tutharu min an-najasati al-ma'iyati bisabbi al-ma'i 'alayha. Pastrimi i tokës mbas që bëhet një papastërti e madhe në të, pastrohet duke e hodh ujin. Kështu janë shumica e ulemave. Hanefit kanë thënë nuk mjafton kjo. Duhet ta kopatish pak. Pse? Se sikur me e di që nuk është toka këtë zalli si aqe që të mund të deportoje kollaja jo edhe të pastrohet lehtë. Se tokat janë të ndryshme në dunja. Duhet pak të punohet, thënë Hanefit. Edhe t'i hudhet ujë, po, mund të punohet. Ose të lehet ndeli të thahet, ati ku e kapon ndeli. Të kalojnë disa ditë, në atë vendin ati ku është derisa ka shife. Derisa ka toka, edhe e përshpejtuava pak kretë këto mesele që, derisa ka toka erë, ngjirë, edhe shije që duket që është urin, s'duhet falesh në ta, pa pasërti. E kupton? Pra ne kur dalim jashtë që, ose kur falove ka dush falo se prit pak. Nëse ati duket shenja të papastërtisë në atë tokë, nuk lejohet edhe të falesh në ta. Pra që është në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalamit këtë çështje e kanë diskutuar edhe mas sahabët, po edhe mas medhhebet tona. Pra, çfarë thanë Hanefit? La tutharu illa bihafriha, nuk pastrohet toka përveç se pak duhet kupatet. Pa, ne e përdorim atë shatiqen e vogël. Ta punojsh pak atë tokë, t'ja hudhish ujtin, se nuk janë këtë tokat zallë, ku mund të hecë ujti i kollaj, edhe ta pastrojë kollaj ata.
إذن يمثل كتاب استدلوا بالحديث في الفتح على تعيين الماء لإزالة النجاسة لأن الجفاف بالريح والشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بالطلب الدلوي. E kanë bë obligim që ta kapet dielli edhe era ata, pra nuk mjafton vetëm ajo, duhet edhe ujë. Se sikur të kishte kanë vetëm me diell edhe me erë që do të pastrohet ajo brenda kohës, nuk do kishte urdhënu pejgamberi alayhis salatu wassalami merreni kofë me ujë edhe hudheni atij vendit aty ku ka kri nevojën ki beduini që erdhte xhamia dhe se dinte se çfarë është xhamia. Istadallu bil hadithi ana ghassalat an-najasa waqi'atun 'ala al-ardi tahiratun. Tha edhe ulemat e kanë nxjerrë si mësim për këtij hadithi që pastrimi i tokës bëhet mbas që vrehet që më është bë pastrimi i asaj, edhe ujti ka qenë i mjaftueshëm. Shifa ghassalatu an-najasati munfasilati ba'da taharati al-mahall tahirun bittifaq al-madhahibi. Mbas që të pastru vendi, pra nuk është më i lagat, është thaj vendi. Atëherë lejohet falesh në ta. Përndryshe nuk lejohet të përdorish atë vendin për vend falje. Këtij hadith o xhollarët kanë nxjerrë edhe një çështje tjetër. Pra irtikabul akhaffu ad-dararain li dafi a'zamiha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mund t'i thotë të ndalu edhe ki sikur sahabët, apo? Po dami do t'ishtë më i madh. Çfarë dami do t'ishtë më i madh? A mund të shkojë juve ndërmjet? Një, mira, tjetër. Po, tjetër. Edhe ai dhe largohesh me diçka tjetër. Pra toka u pastru me ujë. Nëse ai do të ndalte të pastroheshte me ujë ai në tesha çka kishte ai njeri që kishte ardhur në xhami? Po, do të përliheshte ai. Po një do të përliheshte tesha atij, ai si person, po plus asaj, thot çife çfarë thon, e dikur kjo. Pa kur ka qenë Ebu Hanifja, edhe kur kanë qenë xhollar, dami shëndetësor që di bosh atij duke ndalur urinën. Allah. Hive, edhe këtë çështje kanë diskutuar prej atë kohë. E tash, ne vim këtë shekullin e thuna, shkenca ka thënë kështu, për atarësie hoxhollarët që në atë kohë e kanë pa atarësishme me diskutu hadithin, me zbërthi hadithin, edhe me t'i dhënë të gjitha mësimet që dalën për një hadithi të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi po ashtu mëson që ne do t'jemi të mëshirshëm me njerëzit. Ne në xhamie kemi venduar edhe shumë xhamia tjera pa çorap X, veçanërisht me ardh verës, ne e shikojmë njerëzit, ka pa çorap ki. Lehtësojeni, mos e vështirësoni fenë. Nëse ne fillim këtu në xhami, flas për fillim kur kemi nisë mbas që e bëm renovimin e xhamisë komplet 2018, kemi venduar një paket me çorapa që e ke abdeshanja. Që ai që s'ka çorapë me vete, të ketë mundësi t'i marrë, po nuk e ka obligim të vijë me çorapë. Mos ta bëjmë obligim një diçka që s'është obligim. Po mirë bëjë po prishet te piku, po le të prishet te piku. A e kanë bë muslimanët këtë, do e bëjmë prapë. E tash vetëdijsimi i muslimanëve mund bëhet me fjalë, me ligjërata e me mësime, e jo duke u vendu X, mos hin xhami ti si e pa çorap, dil prapë për jashtë, ose falu agjet e kundra ti si e pa çorap je. Nuk është kjo islame. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e la tjetrin të urinoje brenda xhami. Amon ja fitoi zemrën atij dhe e bani për vete për herë. Ne tu i lën te dera, atje tu i lën te kputucët me u fal se s'ka çorap, ne i hupim zemrat atij, ne hupe njerin. Edhe ai mund xhami nuk hin. E thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, pra nëpërmjet këtij hadithi ne mësojmë që të jemi të butë me njerëzit, të jemi të afrueshëm, të jemi lehtësues për ata, jo vështirësues të fesë dinit Zotit xhallahu te leshano, po ashtu hadithi tregon që xhamia nuk është për me lut. Edhe xhamia nuk është për me kri nevojat njeri pa njeri kështu. Xhamia e ka atë vlerën e vete. Për të njëjtin hadith kuptojmë që xhamia duhet mbahet pastër, duhet pastrohet, duhet shifet. Ka pas në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dini ju këtë, besoj që e keni dëgjuar edhe për me dhe për xhollarëve tjerë. Në xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas një grua që ka pastruar xhamin. Rregullisht e ka pastruar xhamin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas një kohë nuk e pa ata. Edhe pyeti ku është filanja. I thanë o pejgamberi Allahut ka ndru jetë. Ka vdek. Tha pse s'm keni tregu? Ja falja xhenazën unë asaj. Ka shku pejgamberi alayhis salatu wasalam te varri asaj ka fal xhenazën mbas që i kishin varruar atë grua. Tha sa ajo puna asaj është punë shumë e madhe. Ne kemi pas një tabihat shumë të mirë xhamien tonë. Ne kemi lanë. Ne kemi lanë se sikur u lodha. Vullnetarisht pastrojshim xhamien.
Ajo është një për ibadeteve që mas shumë njeriu do ta ketë në kujdesin e vet. Ta shohë xhamin, a mund të jap një kontributun ta pastroj xhamin. Çka pjesën këtu ku falemi, deri ke kputucët atje. Këto vendet tona, kjo na lidh me xhamin. Na bën ta duna më shumë shtëpinë e Zotit xhalla xhallahu. A e kemi qartë edhe këtë mesele? A ka dikush në pyetje? Allah ju nderoft, Allah i të mira u dhash, na mundsof Zoti xhalla xhallahu që mësojmë dinin e atij dhe të vazhdojmë me këtë dije. Pej dijes Allahu xhelal na jep dobijet, na mësoj Allahu xhelal ato që është e dobishme. Alhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.